Fabrice Muamba është shfaqur për herë të parë në një foto nga ambientet e London Chest Hospital, ku mesfushori i Boltonit u shtrua me urgjencë në mbrëmjen e 17 marsit pasi pësoi një infarkt në fushën e lojës në takimin çerkfinal të FA Cup në White Hart Lane kundër Tottenham. Kanë kaluar tashmë 2 javë nga një moment shokues që solli edhe ndërprerjen e asaj sfide dhe dërgimin në spital me urgjencë të Muamba. Dhe tani 24 vjeçari me foton e publikuar në rrjetin social Twitter konfirmon përmirësimin e dukshëm shëndetësor, ashtu siç kanë bërë edhe ditët e fundit mjekët dhe klubi i Boltonit. Fakti që Muamba në fotot e publikuara në Twitter duket i qeshur, tregon në një farë mënyrë se tashmë e keqja më e madhe për Fabrice Muambën përfundimisht ka kaluar sa i takon shëndetit të tij. Nga ana tjetër duhet theksuar se tani për tani nuk ka ende ndonjë raport zyrtar nga stafi mjekësor nëse Muamba do të mundi rikthehet futbollit në të ardhmen apo jo. Nëse ky futbollist vërtet do të kthehej në fushën e lojës, kjo do të ishte një mrekulli, po të kemi parasysh se në çfarë gjendje u paraqit ai në spital. Por më tepër që mjekët deklaruan se zemra e Muambas kishte pushuar se funksionuari për afro 37 minuta, përpara se ai të reagonte sërish pas ndihmës së shpejtë që u dha në stadium dhe motejën në London Chest Hospital.